Në fakt, përveç babit edhe mamit të cilët vazhdimisht kanë qenë për kraj edhe vazhdojnë të jenë për kraja e me më e madhe, një rol shumë të rëndësishëm në ndërtimin dhe mendimet e mia e ka pasur gjyshja ime, sepse është feministja e parë që unë e kam taku. Amo feministja në kuptimin diçka si zana vdeu. Diçka që unë edhe nuk pajtohë me zanën, por që ma kujton gjyshën time. Tash paramendoje se në atë kohë të kesh zë të tillë dhe të flasësh për tema të tilla ka qenë shumë tabu dhe unë dëgjoja nga gjyshja ime që nuk e kishte problem t'ja thoshte të gjithëve në fytyrë dhe të lëbonte shumë për ndarjen e grave nga burrat abuzues, të duartrokiste për ndarjen e grave nga burrat abuzues dhe të festonte për ato gra të cilat ndahen nga burrat abuzues. Dhe kjo sikur më jepte pastaj guxim dhe dëshirë për me i përkrahë të gjitha ato gra të cilat ndjeheshin të dashura dhe të përkrahura nga një grua tjetër që thot bravo, kjo është vendimi i duhur, ke bërë gjën e duhur, i larguar nga atje ku mund të kishe pësuar më jetë. Dhe kështu jam rritur duke dëgjuar nga një grua e cila nuk është se ka studiuar, ka qenë shumë inteligjente dhe ka folur 3 gjuhë të ndryshme, por ka pasur një mendim kritik dhe ka ndiku shumë pastaj edhe në formimin tim, sepse edhe kemi jetuar së bashku për një kohë dhe unë kam qenë shumë e lidhur me të. Por mos harroj, në anën tjetër jam prindrit e mi ata të cilët në vazhdimsi më kam folë për atë se si duhet të jetë një grua e pavarur dhe cila është rëndësia e pavarësisë financiare të gruas.